Jam nënë e 3 fëmijëve, 1 djalë dhe 2 vajza. Fal 5 kohët namaz, kam një problem me burrin, ai lozbi xhoz dhe jam mundua shumë me largu nga kjo rrugë dhe i kam treguar që kjo është haram. Dhe çfarë sjell ai në shtëpi me këto para është haram, nuk më dëgjon, më ofendon. Më ofendon pa ndalur dhe nuk lën fjalë që i nxen goja pa ma thënë. Dhe asnjë lek nuk më jep. Nëse më jep për barna, e nëse i blej prap më del telashe se më thot s'ke pas nevojë tjetër, heri blen dhe për fëmijë me zor, ja marr ty lut më jep një këshill. Çfarë thot hoxha për këtë lloj situate nëse është e vërtetë? Allahu ta letësoft. Allahu ta letësoft. Nuk di se çfarë të them për këtë lloj situate. Por më kujtohet hadithi i Hindit, gruas e Ebu Sufjanit, që tha: o i dërguari i Allahut, burri im ka dorën shumë të shtrënguar. A më lejohet mua që të marr për veten time dhe për fëmijët e mi çfarë na duhet si e nevojshme? Tha pejgamberi sa sem, merr çfarë të nevojitet ty dhe fëmijëve të tu. Pra nëse ti s'ke rrugë tjetër, s'ke zgjidhje tjetër, atëherë merr çfarë të mundesh me marr dhe nuk ke gjuna. Gjunahet i mban ai.